Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me procedurë të përshpejtuar marrëveshjen e Huas prej $302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disbursimit të cilit nis nga muaji shtator i këtij viti dhe do të përdoret për blerjen e pajisjeve ushtarake. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me procedurë të përshpejtuar me 74 vota pro marrëveshjen e Huas prej $302 milion nga Shtetet e Bashkuara për blerjen e pajisjeve ushtarake. Diskutimet për marrëveshjen u zhvilluan në një seancë me dyert të mbyllura, nga që dokumenti i saj përmbante informacion të klasifikuar. Deputetët e opozitës nuk morën pjesë në votim, edhe pse u deklaruan në favor të marrëveshjes. Marrëveshja parashikon financimin e blerjes së pajisjeve ushtarake sipas standardeve të NATO-s. Fondet do të disbursohen sipas nevojave të Ministrisë së Mbrojtjes. Shqipëria do të ketë 48 muaj kohë për të aktivizuar fondet dhe deri në 12 vjet për shlyerjen e Huas. Një marrëveshje që forcon kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë, për të cilat ne synojmë që në shtator të fillojnë lëvrimet e para të gjithçka që na duhet për të forcuar mbrojtjen tonë, për të respektuar dhe elementet e sekretit, pra për të cilën kemi pasur gjitha diskutim. Ka qenë e nevojshme që të gjitha institucionet e përfshira në shqyrtimin e saj gjej rastin të përgëzoj qeverinë shqiptare, kryeministrin, ministrin e financave, ministrin e mbrojtjes, të gjitha ata të përfshirë në negocimin e kësaj marrëveshje, janë $302 milion. Nëse do të bënim një bilans historik të 35 viteve, të paktën të 35 vite, në 104 vite marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është edhe mbështetja më e madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japi Shqipërisë. Prandaj, qoftë qeveria, qoftë kuvendi, edhe presidenti i Republikës treguan seriozitet maksimal në shqyrtimin me i procedurë të përshpejtuar. Në nisje të seancës, kryetari i kuvendit Niko Peleshi u bëri me dije deputetëve se për shkak të karakterit të klasifikuar të marrëveshjes, dokumenti mund të lexohej vetëm brenda ambienteve të kuvendit dhe vetëm pasi secili deputet të firmoste një deklarat konfidencialiteti. Marrëveshja futet më një herë në fuqi me miratim të presidentit Bajram Begaj. Kontributet e punonjësve në arkën e shtetit kanë pësuar një rritje të ndjeshme duke sjellë efekte pozitive në skemën e pensioneve. Në gjysmën e parë të këtij viti nga KZ janë arktuar rreth €1 miliard. Të ardhurat në skemën e pensioneve kanë rezultuar në rritje të vazhdueshme duke krijuar më shumë hapësirë për mbështetje financiare ndaj pensionistëve dhe shtresave në nevojë. Në gjysmën e parë të vitit të punësuarit në vend kanë derdhur afro €99.2 miliard, apo rreth €1 miliard në arkën e shtetit si kontribut për skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Konkretisht në periudhën janar-qershor 2026, të ardhurat nga KZ janë realizuar në masën 102.8% e planit. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në gjysmën e parë të vitit janë arkëtuar €11.6 miliard apo €124 milion më shumë. E shprehur në përqindje, rritja rezulton 13.3% më shumë se 6 mujori 2025. Nga ana tjetër, kjo shifër është rekord në dekadën e fundit, pasi në vitin 2016 të ardhurat nga kontributet ishin në masën 38 miliard lek, çka tregon se pavarësisht rritjes së numrit të pensionistëve ndër vite dhe presionit mbi skem, rritja e të ardhurave ka ecur paralel duke mos e bërë jo funksionale skemën e pensioneve. Në këtë performancë kanë ndikuar disa faktorë. Së pari është rritja e pagave në sektorin publik, ndjekur nga sektori privat, duke bërë që paga mesatare në vend të rritet ndjeshëm duke arritur në nivelin e afro €1.000 në muaj dhe si rrjedhime dhe pagesa e punonjësve për sigurime. E dyta lidhet me reformën anti-informalitet fokusuar kryesisht në nëndeklarimin e pagave, çka solli një rritje të deklarimeve dhe si rrjedhim dhe të ardhurave të paguara nga kontributet. Po ashtu vendosja e pagave referencë për gjatë këtij viti në sektor si turizmi, ndërtimi dhe mjekësia kanë sjellë një efekt direkt në rritjen e kontributeve dhe shëndoshjen e skemës. Nga ana tjetër, rritja e pagës minimale në shkallë vendi në $50.000 nga muaji janar ka ndikuar në këtë drejtim. Një faktor tjetër lidhet me rritjen e numrit të bizneseve të hapura në Shqipëri për gjatë vitit 2026, si dhe mirë administrimi nga ana e administratës tatimore, që duket sikur po kompenson disi edhe mungesën e fuqisë punëtore në vend.
Pagesa minimale për kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për individ është rreth 13.950 lekë në muaj. Autoriteti i konkurencës ka vendosur një sër masash dhe detyrimesh ndaj Vodafone Albania dhe One Albania pas përfundimit të hetimit të thelluar në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Sipas konkurencës, dy operatorë duhet që brenda 90 ditëve të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për çmimet për pensionistët, por edhe për studentët. Autoriteti i konkurrencës ka vendosur një sër masash dhe detyrimesh ndaj Vodafone Albania dhe One Albania pas përfundimit të hetimit të thelluar në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Vendimi miratuar në datën 24 korrik 2026 synon të adresojë shqetësimet e ngritura nga konsumatorët dhe të rrisë konkurrencën, transparencën dhe mundësitë e zgjedhjes në tregun e telefonisë celulare. Sipas autoritetit të konkurrencës, gjatë periudhës së hetuar u konstatuan rritje të paraafërta dhe progresive të çmimeve, ngjashmëri e lartë mes paketave, reduktimi i ofertave me çmime të ulta, si dhe mangësi në dokumentimin e kostove që justifikojnë ndryshime tarifore. Në kuadër të masave të vendosura, të dy operatorët duhet që brenda 90 ditëve të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës 18 deri 23 vjeç. Gjithashtu paketa më e lirë duhet të jetë aksesueshme edhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Abonentët do të kenë gjithashtu të drejtën të kalojnë në një paketë më të lirë pas përfundimit të kontratës, pa penalitete dhe pa pengesa të pajustifikuara. Çdo ndryshim në çmim, përmbajtje apo kozgjatjen e vlefshmërisë së paketave duhet të komunikohet individualisht abonentit në mënyrë të qartë, të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të ndryshimit. Autoriteti ka përcaktuar gjithashtu se çdo rritje çmimi duhet të mbështetet në analiza të dokumentuara të kostove, ndërsa dokumentacioni përkatës duhet të ruhet për një periudhë prej 5 vitesh. Masat e tjera përfshin diferencim real të paketave të reja në mënyrë që të mos kufizohet zgjedhja e konsumatorëve, si dhe vlerësimin paraprak nga autoriteti konkurrencave të kontratave tip me qëllim shmangjen e klauzulave të padrejta. Në kontrata duhet të përcaktohen qartë dhe në mënyrë të kuptueshme edhe procedura dhe afati për bartjen e numrit nga një operator te tjetri. Autoriteti i konkurrencës deklaron se vendimi synon të korrigjojë problematika konkrete të konsumatorëve, përfshirë mungesën e informacionit, vështirësinë për të zgjedhur oferta më të lira, aksesin e kufizuar në paketat ekonomike, paqartësitë kontraktore dhe mungesën e alternativave për shtresat me të ardhura më të ulta. Në rast të mosbatimit të masave të përcaktuara, Vodafone Albania dhe One Albania rrezikojnë penalitetet e parashikuara nga ligji. Shqipëria ka hyrë në sezonin e zjarreve me kapacitete të shtuara dhe masa të reja për monitorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama njoftoi një pagë shtesë për forcat e Ministrisë së Mbrojtjes të angazhuara për shuarjen e zjarreve. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në bazën ajrore të Farkës me zjarrfikse dhe trupat e emergjencave civile në prag të rritjes së rrezikut nga zjarret për shkak të temperaturave të larta. Gjatë fjalës së tij, Rama deklaroi se i ka propozuar Këshillit të Ministrave që të gjitha forcat në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes të angazhuara në operacionet për shuarjen e zjarreve të shpërblehen menjëherë me një pagë shtesë. Ai u bëri thirrje edhe bashkive që të ndërmarrin të njëjtën masë për efektivet e tyre. Këtë herë unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë. Kreu i qeverisë bëri të ditur se në monitorimin e territorit do të përdoren dhe dron përmes një sistemi të ri, ndërsa theksoi se këtë vit Shqipëria hyn në sezonin e zjarreve me kapacitetet më të mëdha të vëna ndonjëherë në dispozicion. Sipas Ramës, aktualisht janë në gatishmëri 4 helikopter, numër që në rast nevoje mund të rritet në 6, ndërkohë deri në fund të vitit, flotës ajrore pritet të shtohen edhe 3 avion zjarrfikës, të cilët do të jenë pronë e shtetit shqiptar. Kryeministri shprehu gjithashtu gatishmërinë e Shqipërisë për të ofruar ndihmë në kuadër të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, nëse një mbështetje e tillë do të kërkohet për përballimin e situatës së zjarreve në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet, siç kemi përgjigjur kur fqinjët tanë kanë qenë
në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur. Këtë vit është planifikuar investimi më i madh i viteve të fundit për modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi me financimin e 130 mjeteve të reja zjarfikse nga buxheti i shtetit, si dhe ndërtimin e 4 stacioneve të reja zjarfikse në Prenjas, Mat, Patos dhe Mirdit. Ndërkohë, me aktin normativ të buxhetit të shtetit janë shtuar 227.7 milion lekë për këtë shërbim. Ndarja administrativo-territoriale e Shqipërisë shoqërohet me rreziqe që mund të synojnë implementimin e saj ashtu siç duhet, ndërkohë që ndërto përfshin rreziqet financiare, administrative, por edhe rreziqe sociale. Reformat territoriale dhe administrative janë procese me ndikim të gjerë institucional, financiar dhe social, të cilat shoqërohen në mënyrë të pashmangshme me pasiguri dhe rreziqe implementimi. Sipas raportit të mazhorancës, ndarja e re territoriale e vendit mund të hasë rreziqe të formave të ndryshme. Konkretisht, rreziku më i rëndësishëm lidhet me kapacitetin institucional për të menaxhuar një reformë me kompleksitet të lartë. Reforma prek një numër të madh institucionesh dhe kërkon koordinim të vazhdueshëm ndërmjet administratës qendrore, rajoneve, bashkive dhe institucioneve të tjera publike. Në mungesë të një koordinimi efektiv, ekziston rreziku i mbivendosjes së përgjegjësive, vonesave në vendimarrje dhe interpretimit të ndryshëm të kuadrit ligjor. Rreziku i dytë lidhet me atë financiar. Procesi i implementimit mund të shoqërohet me rritje të përkohshme të shpenzimeve publike, në nënvlerësim të kostove reale të tranzicionit ose vonesa në sigurimin e burimeve financiare. Ekziston gjithashtu rreziku që bashkitë me kapacitete më të kufizuara financiare të hasin vështirësi në përballimin e kostove të transformimit organizativ, investimeve digjitale dhe zhvillimit të kapaciteteve njerëzore. Për të shmangur këtë problematika, rekomandohet planifikim shumëvjeçar i kostove të tranzicionit, krijimi i fondit kombëtar të tranzicionit, monitorim periodik i kostove, auditim financiar i procesit të implementimit. Në të njëjtën kohë rekomandohet që çdo transferim kompetencash të shoqërohet me transferim përkatës të burimeve financiare, në përputhje me parimin, kompetenca ndjek financimin. Një nga rreziqet më të zakonshme në reformat e këtij lloji lidhet me rezistencën organizative ndaj ndryshimit. Administrata publike mund të përjetojë pasiguri lidhur me strukturat e reja, përgjegjësitë, mobilitetin e personelit dhe procedurat e punës. Nëse ky proces nuk menaxhohet në mënyrë profesionale, ai mund të ndikojë negativisht në motivimin e stafit dhe në cilësinë e shërbimeve publike. Po ashtu drafti citon se reforma mund të përballet me rreziqe politike dhe në mungesë të një konsensusi të gjerë institucional, ekziston rreziku që implementimi të ngadalësohet ose të pësojë ndryshime të vazhdueshme për shkak të cikleve politike. Nga ana tjetër theksohet se nëse procesi nuk shoqërohet me informacion të qartë dhe komunikim të vazhdueshëm, ekziston rreziku i krijimit të perceptimeve të gabuara, rezistencës lokale dhe uljes së besimit ndaj institucioneve publike. Sipas një studimi të fundit të bërë nga Investropa, kërkesa për banesa me qira në zonat bregdetare të Durrësit po rritet e nxitur nga turizmi dhe vizitorët sezonal, ndërkohë që ndërtimet e reja dhe rregullat më të forta të kreditimit pritet që të ndikojnë në balancimin e tregut në vijim. Kërkesa për banesa me qira në Durrës po vijon të mbetet e lartë, veçanërisht në zonat më të preferuara bregdetare. Sipas analizës, segmenti i qirave në zonat turistike të Durrësit po përballet me kërkesë në rritje, ndërsa në pjesët e brendshme të qytetit tregu paraqitet më pranë ekuilibrit mes ofertës dhe kërkesës. Studimi Investropa thekson se një nga treguesit kryesor të rritjes së kërkesës është zhvillimi i turizmit. Durrësi vazhdon të tërheqë një numër të madh vizitorësh. Fal plazheve, afërsinë me Tiranën, kërkesës për qëndrime në fundjavë, punëtorë sezonal dhe turistëve të huaj që preferojnë akomodime më ekonomike pranë Bregdetit. Nga ana tjetër, oferta pritet të zgjerohet gradualisht përmes projekteve të reja të ndërtimit. Sipas të dhënave të Instat, në 3 mujorin e parë të vitit 2026, u miratuan 322 leje ndërtimi në nivel kombëtar. Një zhvillim që pritet të sjellë më shumë apartamente në treg dhe të rrisë konkurrencën mes pronave me qira në vitet e ardhshme. Analiza ndalet edhe te ndikimi i politikave të kreditimit dhe i blerësve të huaj. Sipas studimit, rregullat më të shtrënguara të hipotekave në Shqipëri mund të reduktojnë me rreth 5 deri në 10% kërkesën nga blerësit që mbështeten te kreditë bankare, ndërsa nuk pritet të ndikojnë ndjeshëm tek investitorët që blejnë me para në dorë apo tek diaspora shqiptare. Në të njëjtën kohë nuk priten kufizime të reja për blerësit e huaj, por pritet një forcim i kontrolleve për raportin financiar, përputhshmërinë tatimore, të ardhurat nga qirat dhe dokumentacionin ligjor të pronave. Gjithashtu Banka e Shqipërisë pritet të vijojë zbatimin e kufive për raportin kredi vlerë dhe raportin kës të ardhura, masa që synojnë të kufizojnë rrezikun në kreditimin e pasurive të paluajtshme dhe të ruajnë stabilitetin e tregut.
Ditën e djeshme është shpallur fituesi i tenderit për hartimin e projektit të detajuar inxhinierik dhe arkitektonik si dhe ndërtimin e godinës së stacionit hekurudhor të aeroportit të Rinasit. Ndërtimi i këtij stacioni konsiderohet element i domosdoshëm për përmirësimin e shërbimit ndaj pasagerëve. Hekurudha shqiptare ka shpallur fituesin e tenderit për hartimin e projektit të detajuar inxhinierik dhe arkitektonik, si dhe ndërtimin e godinës së stacionit hekurudhor të aeroportit të Rinasit, një investim që është pjesë e projektit të linjës hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas. Sipas njoftimit paraprak të fituesit, kontrata i është dhënë kompanisë Hastoçi SHPK, e cila ka paraqitur ofertën me vlerë 81 milion lek PATVSH, kundrejt një fondi limit prej rreth 91.6 milion lekësh. Në procedurën e prokurimit morën pjesë 6 operatorë ekonomik, ndërsa 4 prej tyre u skualifikuan për shkak të mospërmbushjes së kritereve të kualifikimit. Sipas dokumenteve të tenderit, ndërtimi i stacionit të Rinasit konsiderohet një element i domosdoshëm për përmirësimin e shërbimeve ndaj pasagerëve dhe krijimin e një infrastrukture moderne e funksionale në funksion të lidhjes hekurudhore me aeroportin. Projekti parashikon rritjen e aksesueshmërisë së transportit publik, organizimin e zonave të parkimit, përmirësimin e aksesit në platformat e pasagerëve, shtigjet për këmbësorë dhe trotuaret, si dhe sistemimin e zonave për taksit, autobusët dhe hapësirat për lënien dhe marrjen e pasagerëve. Aktualisht për realizimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas janë në zbatim 2 kontrata kryesore, një për punime civile dhe sistemet e sinjalizim telekomunikacionit dhe një tjetër për ndërtimin e 8 godinave të stacioneve. Po ashtu është shpallur dhe kompania fituese për elektrifikimin e linjës. Objektivi i ri i autoriteteve është që operimi i kësaj linje hekurudhore të nisë në fund të vitit 2027. Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur procedurën e prokurimit për fazën e 3 të bypassit të Tiranës, një projekt që synon të devijojë trafikun tranzit jashtë kryeqytetit, ndërkohë që ky lot përbën hallkën që do të lidh bypassin me autostradën Tiranë-Durrës. Me një fond limit prej 1.55 miliard lekë, autoriteti rrugor shqiptar ka hapur procedurën e prokurimit për fazën e 3 të bypassit të Tiranës, një projekt që synon të devijojë trafikun tranzit jashtë kryeqytetit. Ky lot përbën hallkën që do lidh bypassin me autostradën Tiranë-Durrës në zonën e Kasharit dhe Vaqarit, duke krijuar një alternativë të riqarkullimi për automjetet dhe duke kontribuar në uljen e ngarkesës së trafikut në rrugët urbane të kryeqytetit. Ndërkohë, punimet vijojnë në 2 fazat e para të projektit, ku sipas raportimeve të disa muajve më parë të autoritetit rrugor shqiptar, realizimi fizik i kontratave kishte arritur në rreth 20%. 2 lotet e para përfaqësojnë një investim prej rreth 5.9 miliard lekësh dhe përfshin një gjatësi prej rreth 8.2 kilometra. Bypassi i Tiranës parashikohet të ketë një gjatësi totale prej rreth 21.6 kilometra dhe do lidhë autostradën Tiranë-Durrës me autostradën Tiranë-Elbasan, duke shmangur kalimin e trafikut tranzit përmes kryeqytetit. Projekti është konceptuar si një autostradë kategorisë A me 2 kursi për secilin drejtim lëvizjeje, shpejtësi projektimi deri në 120 km/h dhe 4 nyje kryesore lidhëse përgjatë gjurmës së tij. Dokumentacioni teknik parashikojnë gjithashtu ndërtimin e urave, mbikalimeve, nënkalimeve dhe rrugëve lokale, me synim për të përmirësuar aksesin dhe sigurinë rrugore. Manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja po kthehen në një nga kërcënimet kryesore për demokracinë, por edhe sigurinë europiane. Kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi se mbrojtja e hapësirës së informacionit dhe besimit të qytetarëve është po aq e rëndësishme sa siguria ushtarake. Manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja po shndërrohen në një nga kërcënimet kryesore për demokracinë dhe sigurinë europiane. Përfaqësues të institucioneve europiane, vendeve aleate, institucioneve shqiptare, medias, shoqërisë civile dhe sektorit të teknologjisë u mblodhën në Tiranë për të diskutuar mbi mënyrat e përballimit të këtij fenomeni. Në konferencën Përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, Shqipëria dhe konteksti i zgjerimit, Kryeministri Edi Rama deklaroi se sfidat e sigurisë nuk lidhen më vetëm me fuqinë ushtarake, por edhe me mbrojtjen e hapësirës së informacionit dhe të besimit të qytetarëve tek institucionet. Në pamjet parë, kjo konferencë ka të bëjë me algoritmet dhe ekosistemet e informacionit. Në realitet ka të bëjë me diçka shumë thelbësore, ka të bëjë me demokracinë, me besimin e publikut dhe me faktin që shoqëritë e lira zotërojnë strategjinë e mbrojtjes. Sot ne duhet të mbrojmë diçka të padukshme sa kaq etike, hapësirën ku qytetarët tanë shkëmbejnë gjykimin dhe bëjnë zgjedhjet e tyre të lira. Sipas Ramës, në këtë realitet të ri, vetëm mbrojtja kibernetike nuk është e mjaftueshme,
pasi Shqipëria është përballur edhe me sulme hibride dhe fushata dezinformimi. Ne jemi në pararojë dhe kemi përjetuar sulme hibride dhe fushata dezinformimi. Historia me gjasat do të na kujtojë jo vetëm si ata që ishin dëshmitar të lindjes e ngritjes inteligjencë artificiale, por si një brez të cilit ju desh të vendoste nëse e vërteta mund të mbetej më fort se sa manipulimi në një botë digjitale, dhe kjo është një dilemë shumë e madhe sepse zgjedhja është shumë komplekse. Ne jemi demokraci dhe duam të mbetemi demokraci, por në të njëjtën kohë demokracitë ofrojnë hapësira me shumë bujari edhe për miqtë e tyre, dhe kjo është dilema e zgjedhja e vështirë që ne duhet të bëjmë. Kryeministri paralajmëroi se manipulimi i informacionit nuk shfaqet me një formë të vetme dhe lehtësisht të dallueshme, por përhapet përmes trendeve, videove dhe përmbajtjeve të krijuara apo të përforcuara nga inteligjenca artificiale. Sfida për demokracitë, sipas tij, është mbrojtja e hapësirës së informimit pa kufizuar lirit dhe pa u trembur parimit teknologjik, por duke orientuar atë drejt vlerave demokratike dhe ruajtjes së besimit. Për gjatë vitit 2025 në sektorin e kulturës në Shqipëri ishin të punësuar mbi 33.000 persona ose 3% e punësimit total të vendit. Dhënat të fundit publikuara nga Instat tregojnë se punësimi në kulturë dominohet nga meshkujt, por edhe nga të rinjt. Sektori i kulturës ka vijuar të ruajë një rol të rëndësishëm në tregun e punës në Shqipëri edhe gjatë vitit 2025. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, bazuar në anketën e forcave të punës, në aktivitetet ekonomike dhe profesionet që lidhen me kulturën, rezultojnë të punësuar mbi 33.000 persona mbi moshën 15 vjeç. Ky numër përfaqëson 3% të punësimit total në vend, duke shënuar një rritje prej 0.1 pikë krahasuar me vitin 2024. Në krahasim me 2 vite më parë, sektori ka zgjeruar peshën e tij në tregun e punës. Në vitin 2023, në aktivitetet kulturore ishin të punësuar rreth 28.000 persona, ose 2.5% e punësimit gjithsej. Ndërsa në vitin 2024, ky numër u rrit në mbi 34.000 persona, duke përfaqësuar 2.9% të punësimit. Edhe pse gjatë vitit 2025 numri të punësuarve ka pasur një rënje të lehtë në raport me një vit më parë, pesha e sektorit në totalin e punësimit është rritur, çka tregon se kultura vazhdon të ruajë rëndësinë e saj në ekonominë shqiptare. Statistikat tregojnë gjithashtu se punësimi në kulturë dominohet nga meshkujt. Në vitin 2025 ata përbënin 62.8% të gjithë të punësuarve në këtë sektor, ndërsa gratë vetëm 37.2%. Krahasuar me vitin 2024, kur meshkujt përfaqësonin 54.4% dhe gratë 45.6% të punësimit në kulturë, vihet re një rritje e ndjeshme e pjesëmarrjes së burrave me 8.4% dhe një ulje e përfaqësimit të grave. Sipas Instat, përfaqësimi i grave në sektorin e kulturës mbetet më i ulët dhe në raport me tregun e përgjithshëm të punës. Në nivel kombëtar, gratë zën 37.2% të punësimit total në ekonomi, ndërsa në sektorin kulturor pesha atyre vazhdon të jetë më e kufizuar, duke reflektuar diferencat gjinore që vazhdojnë të ekzistojnë në këtë fushë. Një tjetër tregues me interes lidhet me pjesëmarrjen e të rinjve. Personat e grup moshës 15 deri në 29 vjeç përbëjnë vetëm 15.4% të punësimit të total në ekonomi, por në sektorin e kulturës ata zën 25.1% të punësuarve. Kjo tregon se aktivitetet kulturore vazhdojnë të jenë një nga fushat ku të rinj gjejnë më shumë mundësi punësimi krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë. Çmimet e naftës kanë rënë në ndjeshëm përgjatë sesionit të ditës së djeshme pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë njoftuar ndalimin e sulmeve reciproke. Megjithatë, çmimet e reja të karburanteve po ushtrojnë presion mbi rezervën federale për të vjuar me politikën monetare shtrënguese. Çmimet e naftës kanë rënë ndjeshëm në sesionin e parë të javës pas Irani njoftoi se do të pezullojë të gjitha sulmet, përsa kohë që një armë pushim me Shtetet e Bashkuara mbetet në fuqi, duke larguar përkohësisht shqetësimet e 2 javëve të përshkallëzimit të konfliktit. Nafta brende Londrës për shtatorin, që është benchmarku global, ra me 6% në rreth $90.8 për fuqi, ndërsa nafta bruto amerikane po për shtatorin ra me mbi 5.5%, pranë $84 për fuqi. Irani ka shprehur vullnetin se do të ndalojë sulmet, përsa kohë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin dorë nga operacionet e tyre, raportoi Reuters së dielën, duke cituar një zyrtar të lartë iranian. Këto hapa pozitiv vijnë pas vendimit të Washingtonit për të pezulluar fushatën e bombardimeve, pasi këshilltarët e presidentit Donald Trump paralajmëruan se ushtrisë po i mbaronin objektivat dhe ngritën shqetësime në lidhje me paksimin e rezervave të armëve të Shteteve të Bashkuara.
Sipas Reuters, zyrtari iranian tha se logjika e Teheranit është sulm për sulm. Nëse sulmet ndalen, edhe Iranit do ndalojë operacionet e tij. Ky mesazh është përcjell tashmë Shteteve të Bashkuara. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz, deklaroi se Trump kishte zgjedhur të ndalonte sulmet ajrore për të lejuar që përpjekjet diplomatike të vazhdonin. Në anën tjetër, analistët paralajmërojnë se çmimet më të larta të naftës kanë kombinuar në rritjen e pritshmërive që Rezerva Federale mund të detyrohet të ndjekë një politikë monetare shtrënguese për një kohë më të gjatë. Megjithatë, pritjet për inflacionin kanë mbetur relativisht të moderuara, pavarësisht rritjes së çmimeve të energjisë. Për këtë arsye, zyrtarët e Rezervës Federale do të shkojnë në takimin mbi politikat monetare këtij javë, duke u përballur me një rritje të presioneve mbi çmimet që mund ta bëjnë akoma më të vështirë vendimin për të mos ndryshuar normat e interesit apo për t'i rritur ato. Presioni është akoma më i madh për shkak të investimeve shumë të mëdha në inteligjencën artificiale dhe vendimin e administratës së Donald Trump për të aplikuar tarifa të reja ndaj produkteve të importit. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.